Në prag të muajit të Ramazanit, shoqata humanitare Bereqeti në bashkëpunim me Drejtorinë e Vakëfeve të Turqisë ka nisur sot shpërndarjen e 6.000 pakove ushqimore për familjet në nevojë në Kosovë. Së bashku me përfaqësuesin e Vakëfeve të Turqisë, Ahmet Karakash, përfaqësuesit e Bereqetit kanë filluar shpërndarjen e këtyre pakove në Kaçanik dhe në Han të Elezit, ndërsa gjatë ditëve në vijim, ato do të shpërndahen edhe në të gjitha qytetet e Kosovës. Para muajit të Ramazanit, 6.000 pako ushqimore do të shpërndahen familjeve përfituese anë vendit. Përmes këtij aksioni humanitar, do të furnizohen gjithashtu edhe 3 gjalltorët e Bereqetit, të cilat përgatisin ushqim për qytetarët me kushte të rënduara ekonomike. Sot me neve këtu është edhe zotëri Ahmeti, që është përfaqësues nga Drejtoria e Vakëfeve, dhe bashkërisht me këtë, sot po i fillojmë ta implementojmë projektin e pakove ushqimore të cilat na kanë arrit për nder të muajit të bekuar të Ramazanit nga Drejtoria e Vakëfeve të Republikës Turqisë, që është një bashkëpunim tash me dekada me këtë drejtori, dhe dua të shfrytëzoj rastin edhe nga kjo pikë këtu që të falenderoj edhe zotëri Ahmetin që ka ardhur si përfaqësues i drejtorisë. Jemi mundu me bëni lloj përzgjedhje prej këtë kategorive, domethënë që kanë nevojë në këtë drejtim. Fillimisht për parë ju kemi dhënë familjeve nevojtare, do thotë se cilat janë me skemë sociale, pa i anashkalu edhe familjet me jetim, pa ashtu i kemi edhe familje me meta fizike, me nevoja domethënë që janë me aftësi të kufizuara. Jam munduar me përfshi komplet territorin në komunën tonë me fshatra deri te fshatrat më të thella, se Kaçaniku zakonisht është prej qyteteve më të varfra këtu në Kosovë, renditet tek qytetet e vogla, andaj edhe nevoja për to do të thotë shumë e madhe. Ndërkohë, përfaqësuesi i Vakëfeve të Turqisë, Ahmet Karakash, shprehur i lumtur që në prag të Ramazanit po ndihmohet një numër i konsiderueshëm i familjeve në Kosovë. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzden gönderilen tırlarla Pakët të cilat kanë ardhur nga Drejtoria e Vakëfeve në Kosovë për momentin kanë rrit në depën e shoqatës humanitare Bereqeti, dhe nga këtu do të fillojmë të startojmë në pika në qytete të ndryshme shpërndarjen e këtyre pakave. Bashkë me drejtorin e shoqatës gerçekleştireceğiz inşallah. Këto pako ushqimore janë pjesë e aksionit humanitar të Drejtorisë së Vakëfeve të Turqisë dhe po realizohen në kuadër të bashkëpunimit tashmë 10 vjeçar me Bashkinë Islame të Kosovës. Bashkëpunim ky që forcohet çdo vit përmes projekteve të tilla humanitare.